Te kjo pjesë Arben kur the mësimdhënësit të duan të avancohen, të trajnohen, të duan apo të obligohen ashta? Të obligohen do të kishte qenë mirë, por se të krijuan kushte. Sepse mësimdhënësit e kanë një lloj obligimi, kusht për me u licencu të ketë trajnime. Janë 100 orë kriter që duhet i kenë për me morë licencën e mësimdhënësit. Domethënë në mënyrë kushtozohen nga udhëzimet që i kemi fuqi. Por gjithsesi kemi mundësi që të zhvillohen prapë. Pra kemi mundësi tash edhe që nuk janë të kushtueshme në këtë rast. Nëse kemi një fëmijë me autizëm, spektrin e autizmit, të hulumtojmë në internet sepse janë kushtet shumë të mira. Tash sidomos në kohën në cilën po jetojmë na, as gjuha e huaj nuk është më vështirësi sepse kemi mundësitë e përkthimeve dhe që ti informohesh me gjin sakt. Kështu që janë shumë mekanizma që mundin ata me u avancu, jo vetëm pjesa. Kjo është e drejtë, mirë po me thonë të drejtën shqetësuese fakti që sa më shumë ka burime që është më pak ka interes. Domethënë përpara na kemi pas mësimdhënës që të kanë thirrë, kanë pyet, kanë lutem, hajde në shkollën tonë, kemi një rast. Vullnetarisht kom shku, i kom pa, i kom ndihmu. Është më bo një vlerësim, e kom shku personalisht, e kom kry. Tash pavarësisht që këto raste vazhdojnë rriten, kërkesat janë më të pakta dhe kjo është e çuditshme. Mirë po me thonë të drejtën një shqetësim tjetër që është edhe në dorën e politikë bërësve. Domethënë ne kemi kaluar në situata ku kemi pasur zgjedhje, nuk kemi dëgju fjalën për mbështetje, për numër, kemi me rrit numrin e asistentëve. Domethënë familjet e këtyre fëmijëve vetëm këtë shpresë kanë, sepse ka familje që detyrohet nga të ardhurat e tyre të pakta me vetë financu, me pagu vetë asistentin, e kjo do të ishte një ndihmë e jashtëzakonshme. Prandaj unë uroj shumë dhe lutem që këto diskutime të cilat janë me vlerë dhe me përvojë të binë në vesh në atyre të cilët mundin me bë këtë ndryshim, sepse me të vërtet njerëzit janë shumë në nevojë për me gjetë një mënyrë me u mbështetë fëmijët e tyre në procesin edukativ arsimor.